Me që të ndëruar ju përshëndes përsëri edhe shpresoj që jeni mirë gjithë. Do të vazhdojmë sot duke shikuar Ungjillin e Markut. Jemi tek kapitulli 5, Marku kapitulli 5, edhe vargjet që do të shikojmë sot janë vargjet 21 deri 24. Ja çka këto vargje na thonë. Dhe kur Jezusi kaloi përsëri në bregun tjetër me bark, një turmë e madhe u mblodh rreth tij, dhe ai qëndronte në breg të detit. Atëherë erdhi një nga prerët e sinagogës me emër Jair, që kur e pa, i ra ndër këmbë dhe ju lut më të madhe duke thënë: Ime bi është duke dhënë shpirt, eja vëri duar mbi të që të shërohet dhe të jetoj. Dhe ai shkoi me të. Një turmë e madhe e ndiqte dhe shtyhej rreth tij. Kjo që ndodh në këto vargje dhe në fakt në pjesën e fundit të kapitullit 5 ndodh mbas rastit kur Jezusi e kishte shëruar atë personin që ishte i demonizuar, ishte ai personi që kishte një legjion demonësh brenda trupit të tij. Dhe si që kemi parë në video të kaluara, Jezusi e shëron atë person dhe i lejon këta demon që të dalin nga ky person dhe të hyjnë në trupat të disa derave, dhe si rezultat ne e dim se ata dera vrapojnë drejt shkëmbit edhe hidhen në det ku edhe fundosen, do thotë vdesin në ujë. Kjo është çka kemi parë në vargjet paraprakët të kapitullit 5. Mbasi kjo ndodh, njerëzit e asaj krahine, mbasi Jezusi e shëron këtë person të demonizuar, njerëzit e asaj krahine i kërkojnë që Jezusi të largohet nga rajoni i tyre. Marko 5, 16 dhe 17 në thotë: ata që kishin parë ngjarjen u treguan atyre se çfarë i kishte ngjarë të demonizuarit dhe çështjen e derave. Atëherë ata filluan t'i lutin Jezusit që të largohen nga krahina e tyre. Do të i kërkojnë që të largohet nga krahina e tyre, dhe kemi dhënë arsyen se pse kjo ndodh. Mund të shkoni dhe të shikoni videot paraprake. Tash duke filluar në vargun 21, Marku na tregon se çka ndodh mbasi Jezusi largohet nga kjo krahinë dhe del në anën tjetër të detit. Siç e shihni, Jezusi vazhdimisht është duke shëruar njerëz. Dhe kjo është përmbushje e një profesie në fakt që ishte bërë për Jezusin. Profeti Isaia, duke folur 700 vite para se Jezusi të vinte në këtë tokë, duke folur për Mesia, na thot tek Isaia 53 vargu 4: megjithatë ai i mbante sëmundjet tona dhe i kishte marrë përsipër dhimbjet tona. Jezusi është duke e përmbushur këtë profesi, prandaj ai vazhdimisht shëron njerëz nga çdo lloj sëmundje. Tek Marku 5, 21 deri 43 do të shohim se si Jezusi e shëron një grua që ka një sëmundje të veçantë edhe e ringjall një vajzë të re nga vdekja. Pra Jezusi është vazhdimisht duke bërë mrekulli të tilla. Edhe këtu dua të ndalem edhe të them diçka lidhur me Jezusin. Bibla na thotë se Jezusi është Perëndia në mish. Krishti është Perëndia në mish. Perëndia erdhi në këtë tokë si njeri, dhe Jezusi na tregon karakterin e Perëndis, karakterin e vërtet të Perëndis. Dhe fakti që ai vazhdimisht i shëron njerëzit, i ndihmon njerëzit, na tregon zemrën e Perëndis drejt njerëzve, na tregon se si ai ndihet drejt ndjenjat e tij drejt krijesave, drejt njerëzve që ai ka krijuar. Ai i dë, ajo çka shohim është se ai i dën njerëzit. Ai u dën të mirën njerëzve. Ai nuk dëshiron që njerëzit të vuajnë nga sëmundjet. Ai nuk dëshiron që njerëzit të jetojnë në vuajtje dhe në dhimbje vazhdimisht. Për këtë arsye Jezusi është vazhdimisht duke i shëruar këta njerëz. Një botë që është e mbushur në dhimbje, me vuajtje, ka nevojë për një shpëtimtar të tillë si Jezusi që i ndihmon njerëzit në këtë situatë. Dhe Jezusi është pikërisht ky person, plot dashuri dhe plot dëmshuri për njerëzit. Kështu që Jezusi na tregon karakterin e vërtet të Perëndis, zemrën e Perëndis drejt njerëzve. Tash në këtë vargje këtu që jemi duke shikuar sot, ne shohim se sapo Jezusi zbres nga barka kur ai e kalon detin, në anën tjetër detit, një turmë e madhe është duke qëndruar me të. Vargu 21 thotë: dhe kur Jezusi kaloi përsëri në bregun tjetër
me bark, një turmë e madhe u mblodh rreth tij dhe ai qëndroi në breg të detit. Pra, kemi Jezusin, edhe një turmë e madhe, edhe Jezusi është duke qëndruar, të me siguri është duke i mësuar njerëzit, se kjo është zakonisht çka ai bënte me turmat, ai është duke i mësuar njerëzit për Perëndin, duke i mësuar njerëzit për mbretërinë e Perëndisë. Në fakt Mateu 9 na thotë specifikisht se Jezusi ishte duke i mësuar këto turma. Dhe sipas Mateut, Mateu 9, Jezusi sapo kishte përfunduar duke i përgjigjur një pyetje që ishte bërë atij lidhur me agjërimin nga dishepujt e Gjonit. Mateu 9:18 thotë, ndërsa Jezusi u thoshte këto, i u afrua një nga krerët e sinagogës, ra përmbys para tij. Pra Jezusi ishte duke i mësuar turmen. Mateu na tregon të njëjtën ngjarje dhe na thot specifikisht ai po mësonte. Dhe përderisa ai ishte duke dhënë mësim, një person vjen. Ja çka Marku 5:22 dhe 23 na thot. Atëherë erdhi një nga krerët e sinagogës me emër Jair, që kur e pa, i ra ndër këmbë dhe ju lut më të madhe duke thënë, imi bi është duke dhënë shpirt, eja vëri duart mbi të që të shërohet dhe të jetojë. Si që shifni, ky person është njëri nga krerët apo udhëheqësit e sinagogës. Ai pra ishte një judej i dedikuar ndaj Perëndisë që i shërbente Perëndisë në sinagogë. Sinagoga ishte një vend ku judenjët mblidheshin për të adhuruar Perëndin dhe për të lexuar fjalën e Perëndisë, për të lexuar ligjin e Perëndisë, për ta shpjeguar atë dhe që në mënyrë që ata ta kuptojnë dhe t'i binden. Ky person, emri i cilit është Jair, është vërtet në një situatë të dëshpëruar. Vajza e tij është në prag të vdekjes. Luka 8, duke na treguar të njëjtin tregim, vargje 41 dhe 42 na thotë, dhe ja erdhi një njeri me emër Jair, që ishte kryetari i sinagogës. Ai i ra ndër këmbë Jezusit dhe ju lut të shkonte në shtëpinë e tij, sepse e kishte një vajzë të vetme rreth 12 vjeçe që ishte për vdekje apo pranë vdekjes. Por Luka na jep pak më shumë detaje, duke na thënë se ai kishte vetëm një vajzë dhe vajza ishte 12 vjeçare, rreth 12 vjeçare, dhe ishte në prag të vdekjes. Në fakt, sipas Mateut, me vend do të shohim se edhe sipas Markut, me vend do të shohim se vajza e tij tashmë veç kishte vdekur, përderisa ai ishte duke shkuar tek Jezusi që t'i kërkoi atij për ta shëruar. Pra, ky person është në një situatë vërtet të dëshpëruar. Vajza e tij është pranë vdekjes. Ai i ka disa ndjenja shumë të vështira. Unë kam një vajzë 12 vjeçare dhe nuk mund ta imagjinoj ndjenjen se si do të ndihesh nëse e shikoj vajzën time që është në prag të vdekjes dhe nuk mund të bëj asgjë, dhe vetëm e shikoj atë në këtë gjendje. Do të bëja gjithçka që është e mundur për të gjetur shërim për vajzën time. Kështu që e kuptoj këtë person. Por ky person kishte dëgjuar se Jezusi po bënte mrekulli, se Jezusi po i shëronte njerëzit nga çdo smundje, edhe ky lajm ishte përhapur në këto krahina, dhe si rezultat ai shkon, e dën vajzën e vet, dëshiron që ajo të shërohet dhe të jetoj, edhe shkon tek ai, e gjen rrugën nëpërmjet turmes, shkon para Jezusit, bjen përmbys para këmbëve të tij dhe i lutet më të madhe që ai të shkojë dhe ta shërojë vajzën e tij. Siç duket, ky person ka besim të plot se Jezusi mund ta bëjë këtë gjë dhe ai është i vullnetshëm që ta bëjë këtë gjë. Ai nuk ka kurfar dyshimi për këtë gjë. Ai nuk e pyet Jezusin se hey, a mendon se mund ta shërosh këtë, a mendon se ke fuqi që ta bësh këtë mrekulli, ai je i vullnetshëm që të më ndihmosh me këtë gjë. Ai nuk e bën asgjë nga këto pyetje. Ai thjesht shkon, edhe siç na thot vargu 23, dhe i bjen Jezusit përpara këmbëve të tij dhe ju lut më të madh, duke thënë, e mbi është duke dhënë shpirt, eja vëri duart mbi të që të shërohet dhe të jetoj. Do të nuk ka kurfar dyshimi. Besojnë se Jezusi ka fuqi, besojnë se Jezusi është i vullnetshëm, besojnë se Jezusi dëshiron që ta shërojë vajzën e tij, edhe thjesht të thotë eja edhe shërohe. Nuk i bën kurfar pyetje. Ai ka besim të plot, edhe kjo e kënaq Jezusin. Jezusit i pëlqen shumë kur njerëzit vinë tek ai me besim, edhe nuk kanë dyshim. Shiqoni se si përgjigjet Jezusi, vargu 24, dhe ai shkoi me të. Me njëherë Jezusi e lën turmen, e ndalën mësimin që ishte duke bërë, dhe me njëherë e merr rrugën për të shkuar
tek shtëpia e këtij personi. Ne do të shohim më vonë se çka ndodh kur Jezusi shkon tek shtëpia e këtij personi. Dhe do të shohim se vajza në fakt tashmë veç kishte vdekur, përderisa Jezusi dhe ky person ishin duke shkuar tek shtëpia e këtij udhëheqësit sinagogës, por do ta shohim atë në një video tjetër. Çka mund të mësojmë nga këtë vargje? Dua të theksoj vetëm një gjë. Dhe kjo është që Jezusi kujdeset për njerëzit. Jezusi ka dëmshuri dhe dashuri të jashtëzakonshme për njerëzit mëkatarë. Dhe ai mezi pret që të ndihmojë ata kur ata vinë para tij dhe i kërkojnë për ndihmë. Kjo është çka shohim në këtë vargje. Miq, ju inkurajoj që ta shikoni këtë gjë me kujdes. Jezusi nuk është një Zot i distancuar nga njerëzit që nuk brengoset fort për vuajtjet e tyre, për dhimbjet e tyre, për vështirësitë e tyre. Ai Jezusi është një bari i mirë, siç na thot Bibla, që vërtet kujdeset për tufën e tij, që vërtet ja don të mirën njerëzve që ai ka krijuar. Ai është plot dëmshuri. Ai është plot dashuri për njerëzit. Këtë e shohim vazhdimisht në shkrime. Jezusi vazhdimisht i shëron njerëzit, vazhdimisht i ndihmon njerëzit. Kështu që le të shkojmë tek Jezusi me problemet tona, me vështirësitë tona dhe mos të hezitojmë. Ai vërtet do të na ndihmojë. Tek Mateo kapitulli 11 vargjet 28 edhe 29 po. Shqoni çka na thot Mateo 11, 28 edhe 29. Jezusi thot: "E jeni tek unë, o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çlodhje. Merrni mbi vete zgjedhjen time dhe mësoni nga unë, sepse unë jam zemërbut dhe i përulur nga zemra, dhe ju do të gjeni prehje për shpirtrat tuaj." Ai është plot dëmshuri, plot zemërbutësi. Shkoni tek Jezusi, ju premtoj se do ta gjeni këtë gjë, do ta gjeni një person, një Zot, plot dëmshuri dhe plot dashuri. Ai është zemërbut. Ai e kupton gjendjen tonë, ai e kupton vështirësitë tona dhe na ndihmon. Ai do t'ju pret me duar hapur. Jezusi vetë që kushdo që vjen te unë kurrë nuk do ta kthej prap. Jezusi i don njerëzit. Nëse është një gjë që ne e shohim në jetën e Jezusit, si Perëndia në mesh, ne e shohim dashurinë e tij ndaj njerëzve mëkatar. Në një video tjetër do të shohim se si çka ndodh, siç thash më herët, ku Jezusi shkon tek shtëpia e këtij personi dhe e shëron vajzën e tij. Mirë, por para se të shkojnë, përderisa ai është duke shkuar, dhe turma është duke ndjekur atë, një grua që ka një sëmundje të veçantë shërohet nga Jezusi, përderisa ai është duke shkuar tek shtëpia e këtij personi, dhe këtë do ta shohim në videon e ardhshme. Mbani mend edhe një herë, Jezusi është plot dëmshuri, plot dashuri dhe zemërbut ndaj njerëzve. Shkoni tek ai. Ju falenderit edhe Zoti ju bekoft.